Prandaj edhe profeti alayhi salatu wassalam neve na tregon se Zoti i gjithësisë në hadith kutsi thot: "Ana inda dhanni abdi bi", subhanallahu, çfarë hadithi madhështor. Un jam tek mendimi i robit tim për mua. Nëse thot robi im mendon mirë për mua, mirë ka për të gjetë prej Allahut xhalesha. E nëse robi im mendon keq për mua, keq ka për të gjetë, subhanallahu. Nëse ti kuptimi i hadithit, nëse ti mendon që Zoti ty do të ndihmoj ta kalosh vështirësinë së cilën je. Nëse ty Zoti do të ndihmoj që ti të shërohesh me lejen e Allahut xhaleshanu, që ti likujdosh edhe ti kthesh borxhet që ke marr, që ti ta kalosh periudhën e vështirë në cilën gjendesh, që ti të ngrihesh dhe të arrish objektivat edhe qëllimet e tua që ke në jetë, që ti të bëhesh dikushi edhe të kesh mundësi që të bësh mirë dhe të influencosh për mirë, ke për ta gjetë Allahun xhaleshanu që do të jetë suporti edhe mburoja edhe mbështetja jote në këto qëllime dhe në rrugën tënde. E nëse ti mendon keq, mbase gjen edhe më keq se ç'ke menduar Zoti na ruaj.